në interesin e tyre për të marrë pjesë në garën për kreun e ri të strukturës së posaçme. Deri tani kanë aplikuar në KLP prokurori Klodian Braho, prokuroria Doloreza Musabelliu, prokurori Adnan Gjoli dhe prokurori Elvin Gogaj. Për të ndalur shkurtimisht në profilin e 4 kandidatëve, para se të bëjmë këtë, edhe emrat e disa prokurorë të tjerë që u lakuan, Anita Jella, nga burime mjaft të besueshme konfirmohet se nuk do të kandidojë, gjithashtu u lakua javët e fundit emri i Vladimir Marës, gjithashtu e kemi të konfirmuar që nuk do të kandidojë dhe mbetet për të parë nëse Sotir Klapi, i cili me sa duket e ka me 2 mendje të kandidojë apo jo për funksionin e kreut të SPAK, ende nuk e kemi të konfirmuar nëse do ta shpreh kandidaturën, ndonse jemi në limitet e kohës asë hapur dhe të lejuar nga Këshilli i Lartë i Prokurorisë për dorëzuar platformat e tyre. Klodian Braho aktualisht drejton sot sektorin antikorrupsion, është prokurori i cili vjen nga ish prokuroria e krimeve të rënda, me krimin e SPAK ndër prokurorët e parë të kësaj strukture, u emërua në 19 dhjetor 2019 pas përfundimit të procesit të vlerësimit në vetting. Ai ka hyrë në sistemin e drejtësisë në nëntor 2007 pas përfundimit të studimeve përkatëse në Fakultetin e Drejtësisë dhe në Shkollën e Magjistraturës. E nisi karrierën në prokurorinë e Beratit, nga ka edhe origjinën e tij, ku punoi deri në vitin 2012, më pas u transferua në prokurorinë e Vlorës, ku ushtroi detyrën deri në 2015 dhe për një periudhë kohe edhe si zëvendës drejtues i kësaj prokurorie. Në 2015 u emërua në prokurorinë e krimeve të rënda dhe deri në kalimin e kësaj prokurorie në SPAK, që më pas u konsideruar si prokuroria e posaçme, ai punoi si prokuror i prokurorisë krimeve të rënda, ndërsa me ngritjen e strukturës së re kaloi si prokurori SPAK. Ndër dosje që kanë ndjekur, përmendet ajo ndaj ish kryeprokurorit Adriatik Llalla, dosja 5D drejtorëve të Bashkisë së Tiranës, është prokurori i çështjes në procesin gjyqësor ndaj ish ministrit të mbrojtjes Fatmir Mediu, hetoi dosjen Zarka ose njohur ndryshe si dosja Toyota Yaris, me ish kolegun e tij të pandehurin kryesor Aurel Zarka, që kishte drejtuar prokurorinë e Vlorës dhe ishte pjesë e hetimit të incineratorëve, por për shkak të polemikave dhe denoncimeve që kishin të bënin me konfliktin e mundshëm të interesit, u dorëhoq nga kjo dosje. Prokurori tjetër që garon për të marrë funksionin e kreut të SPAK, në fakt është grua, dhe është e para që kandidon që me ngritjen e kësaj strukture si grua prokurore për të marrë pozicionin e drejtueses së SPAK, Doloreza Musabelliu, e cila ka hetuar çështje të nxehta të kryesisht krimit të organizuar, por edhe të korrupsionit. Sjellim në vëmendje rastin e italianit Guido Guidi, piloti që ngeci në ishëm me dyshimet e ngarkesës së drogës në mjetin fluturues, pati në dorë dosjen e parë Toyota Yaris me miliona euro të sekuestruara në Durrës, ndërkohë që është edhe prokuroria që ka hetuar dosjen dhe grupin kriminal të Lart Haxhiut dhe ndoshta një nga të paktat prokurore që ka mbrojtje të veçantë nga strukturat e ruajtjes fizike për shkak të kërcënimeve që kanë ardhur nga hetimi i kësaj dosje, ku dëshmitari i drejtësisë Artan Tafani do të deklaronte para hetuesve se Lart Haxhiu kishte vënë djegës për ta ekzekutuar prokuroren Musabelliu, pasi kishte hetuar ngjarje të rënda kriminale ku ishte përfshirë Lart Haxhiu. Musabelliu ka kryer shkollën e magjistraturës në vitin 2002-2005 dhe është emëruar më pas prokurore e krimeve të rënda. Ajo ushtron funksionin si prokurore e krimeve të rënda dhe më pas pak prej 17 vitesh. Së fundmi ka hetuar dosje të nxehta, sikurse përmenda atë të grupit të strukturuar kriminal të Lart Haxhiut, por është edhe një nga prokurorët e çështjes shumë të komentueshme dhe me personazhe me rekorde kriminale, të ashtu quajtur Plumbi i Art, ku është një dosje që përfshin 3 bashkëpunëtorë drejtësie, mes të cilëve Nureddin Tumani, Erion Alibej dhe Skerdi Tase. Prokurori tjetër është gjithashtu prokuror karriere, Adnan Gjoli, i cili ka kandiduar edhe në përballë kur kishte
Altin Dumanin dhe Edvin Kondilin përpara 3 vitesh. Aktualisht është shefi i sektorit kundër krimit të organizuar. Kjo është gara e dytë që ai drejtohet Këshillit të Lartë të Prokurorisë për të marrë mbështetjen e anëtarëve të saj që të zgjidhet në krye të prokurorisë së posaçme, ndërkohë që në garën e parë të 3 viteve të shkuara, kujtojmë se Adnan Xholi arriti të merrte vetëm 1 votë përballë Edvin Kondilit dhe Altin Dumanit, ku ky fundit u zgjodh edhe drejtues i SPAK, mandati i cili përfundon në dhjetor të këtij viti. Adnan Xholi ka një CV të pasur sa i takon funksioneve qoftë drejtuese, por edhe si prokuror në disa institucione të drejtësisë në vend. Sjell në vëmendje disa prej dosjeve të rënda që ka hetuar ato që lidhen me grupe të strukturuara kriminale